Pra në kuadër të formimit tim si besimtare, por dhe si edukat familjare, kjo ishte indicia e parë. Pra, unë e shikoja që ne si besimtar, në çdo rrethan, duhet jemi praktik, jo vetëm teorik, jo vetëm ritualist të shtyllave të besimit, por edhe se si ta shkrim ato në jetën tonë. Dhe shpesh herë në rrethanat e mia me situatën e historisë time, me djalin, unë kisha një dëshirë të pashmangshme që se si të jem një model. Pra si unë gjeta forcën, si unë gjeta rrugën për ta kaluar këtë dhimbje, ta jap modelëve të tjerët. Dhe ndjeja detyrë përpara Zotit përpara, që unë duhet të jap modelin tim. Pra atë që arri, dhe mendoj që çdo njeri në çdo fushë arrin diçka, duhet të jetë një model nesër për shoqërinë. Dhe kështu ishte mendimi që unë e bluaja për shumë kohësh dhe në një moment pastaj e konkretizova duke e besuar shumë se Zoti do m'japi sukses. Sepse ka shumë rëndësi për një besimtar, ne e dim besimin tonë se sa e rëndësishme është të besojmë mirë që Zoti do na e bëjë mirë. Por me kriteret që ai prapa i kërkon, pra që janë sinqeriteti, studimi mirë i situatës, aftësitë të dish mirë se sa e ke aftësinë tënde, dhe terrenin ta studiosh dhe pastaj të hedhësh hapat duke u mbështetur në Zot. Dhe kështu nisi dhe me mua. Pra, duke qenë se dhe shikoja edhe në rrugtimin tim si nën, shikoja shumë nëna të brengosura dhe të që vuan shpirtërisht. Unë e shikoja vetëm pak larg nga këto lloj ndjesi dhe rënje morale dhe shpirtërore që kishin këto nëna, dhe ndjeja për detyrë që unë duhet të bëj diçka, që t'i rris ata vetdijen dhe t'i motivoj që kjo është një caktim nga Zoti, tani si do ta jetojmë jetën me fëmijët tonë dhe me hallin tonë, por duke jetuar, jo duke vuajtur.